Për shumë fajtorën dhe është 2 partë, nëse partën 28 milion 2024 për këtë vetë, besoj se kryet. Reflektim ndoshta ka pak, po mjetet nuk kanë dalë në llogari qysh prej muajit maj për sektorin privat të fjala, për sektorin për trafikun urban dikon 2 muaj ose muaj 3 tash vjen. Kështu që shprehim keqardhje për rrotarët se sot s'kan transport edhe ditën e tretë. Dhe puna do të vazhdoj atëherë kur mjetet dalin në llogaritë tona dhe i shlyjnë borset tona të natit dhe pagat ndaj punëtorëve. A keni pas mund të një takim me dikë prej aktorëve? Po kem pas takim edhe me kryetarin dje, kem pas me kryetarin shoqatat mes vete, nuk do me thonë si jem dam për trafikut urban, qëllimi është i përbashkët, koordinim kemi. Po nuk pishohem se është diçka, pishohem fajtorën dhe është 2 partë, ose po do më largu prej politike, sepse autorët tonë janë gjitha partive, gjitha kategoritë, kështu që kem respekt njëjtë për gjithë, edhe nuk po do më përzirë në politikë as pak, i do mjetet tona, me dalë në llogaritë tona, me shlyjë borxhet tona, me pagu pagat dhe me fillu punën. Po, tha që ka reflektim, a mundi me na tregu detaj? Po, reflektim ka se nesër u thirr kjo seanca jashtëzakonshme me Kuvendit Asamblesë në komunë, kështu që nëse kalojnë 28 milion, nëse bartën 28 milion 2024 për këtë vit, besoj se kryet. Tash shkojnë ato procedurat, po nuk besoj se vanon. Duhet me pas reflektim edhe qeveria, sepse jem tatim pagues qeverisë, kontratën e kemi me komunë, kështu që e kemi zezë se të vend jashtë politike, por me pas atë efektin. Qëllimi i përbashkët, nuk kem përsorja, s'kem darje me trafik urban as pak. Jem njëjë.